Sonte pritet pojmi 12 në shtëpinë më të madhe kosovare Big Brother VIP Kosova, e cila po vazhdon t'i ketë brenda tensionit, agravimin e situatave, katrahore të ndryshme, bërtimat e mëdha, por kemi kaluar në një tjetër nivel të debatit, në atë të gjuajtjes së njëri tjetrit me gjësande, edhe qysh e kemi po, sot pritet vetëse një zarf i zi në shtëpi, gjatë kohës sa zhvillohet pojmi live, kjo do të ndodh, edhe do të kemi edhe një largim të një banori me shumë gjasa, por nuk di se cili do t'jetë ai, pasi që situata ka agravu deri në skalim në shtyerje me duart e një tjetrit, në gjuajtje me shish, siç e bëri Dolçe ndaj Albës, por duke mundu me e godit Albën, e goditi Benitën. Në një rast tjetër ndodhi edhe kur Benita në anën tjetër, sidomos dje pati super debatin e madh me shtyerje mes njëra tjetrës, por edhe me gjuajtje me ujë spërkatje, me asprejnë që pati ndaj Albës të nkun duke mundu me provokun këtë rast Alba duke ja përmend nënën Benitës. Tash ku ka kalu që një javë nga takimi nënës së Benitës me vetë Benitën, Dolçe nuk e kemi pa më herët debat, ka nis me u reaktivizu edhe me tregu fytyrën e vërtetë të saj, duke e shfaq në pa edhe një anë tjetër të saj, atë se qysh ajo din me eskalu dhe me agravu debatin qëtë shumë, sa që me interferu edhe me ndërhyrje ndaj banorëve. Në anën tjetër e kemi po ashtu debatin në mes të Hygertës, për që di edhe ajo ka nis me ashpërsu pak gjuhën, le të themi, jo me kontakt fizik, por me ashpërsim të gjuhës kundrejt shkurtës në këtë rast. Tjetër që më ka bërë përshtypje është që Toni, pasi që unë morë vendim që me u largu nga publiku, u rikthy me vendimin e 3 banorëve, Lavina Tregjës, Benitës edhe Arditit, ku prej momentit që i kanë humbë banorët 20.000 euro, edhe është rikthy Toni vazhdimisht, është duke sjell informata nga jashtë, gjë që bie ndesh me rregullorën e Big Brotherit, edhe po besoj që një lloj vendimi, besoj që do të pritet edhe për Tonin në këtë rast ose jo, por që po sjell informata nga jashtë, kjo është më se e qartë. E kemi një performancë live, këndim live nga Era i Strefi. Sonte një banor do të ketë rrëfimin e tij, po ashtu do të ketë një surprizë, largim, eliminim nga shtëpia.